Ti sa vjet i kite? Me konë e respektueshme, me di qa dën jetë dhe... Mu të rastu ndonjëherë? Po, s'ki qa vënë dhe që i kom thonë, ti jetën tonë, unë jetën temë. Për çka je pishman? Nashta që si kom nejtë nonës më shumë gote se që kom ujtë. Ti sa vjet i kite? 35. Pse halo pa martu? Qa me vojtë s'pëna dhe kërkush halone. Je ku ka ratu? Ja, po, këto e ratu më tash tek qyrën për veti, s'met. Po, besoj lidhje ke pas shumë. Po, ja, po. Qysh me qenë femra ideale për ti? Si ditë nashta e gjejnë fatin ty? Si dijet. Qysh me qenë femra ideale për ti? Po, qa me thonë, me konë e respektueshme, me di qa dën jetë dhe mos me rajt. Mos me rajt? Atë ka ndodhur me të rajt? Ka ndodhë. Ti? Jo. Edhe unë ka herë, po. Qa me bo? Çka s'fal në një lidhje? Tradhtim. Tradhtim dhe me thonë nuk e fal. Ja. Me as me të rajt? Asa, me të rajt mundu me bolshime, me kompenzime, veç A mos të me ka. randodh me mu të rastu ndonjëherë? Po, Ti ja ke të rastu? jo. Jo. Me të rastu po. Këto atje? Atje. Atje? Okej, tregë ma pak minën që shrakuve që ka një gjendje me buku të rastën. Aha, me i rësha. S'ki qa vënë dhe që i kom thonë, ti jetën tonë, unë jetën temë dhe murë vënë gjithë shka. E tasht me marrë të huja, ki problem nëse? Për shembull? Nuk është problem, po ma qef kam shqiptare. Ma qef ki shqiptare. Po. Qka i dalën këtë të hujat me shqiptarkat? Se ka për atyne që thojnë, vëlla me mirë një hujë se një shqiptare. Tani ka dhe për atyne që thojnë, juve shqiptare të hujë zëvanë. Po ko, edhe që me thonë edhe të hujat janë të mira, ato i kanë adetet e veta, po që me thonë me 3 dita të në apet s'munën më përputh bashkë. Edhe në punë. Qka punen edhe ti njëjtë? Jo, në jam në një fabrikë të bukës për nej. Sa është e litë puna, po e vështirë? Po, kur të desh një punë e bën me letë, nuk do këtë zarë. Për një që nuk e dënë që atë punë, të do këtë e shtirë dhe s'ki vullnet më shku. A më tregon për çka je pishman, deri më sot? Nashta që si kom nejtë nonës më shumë gote se që kom ujtë. Kështë dhe gjithë shka parja. Unë jam mënona me konë pak si fetar, sa i përket onës fetare, dy se i ka djali në i se modra, po këpëta. Te borri e merë pasionin me vetë. Prindrit, a do të më nejtë me djalin e madh atë vogël? E të në varë, kush e respekton më shumë. Për para ka pos fukaralla, ka pos shkomje, po asë një tradit shqiptare, një që me thonë rruhet me fanatizm deri me sëtë s'ka. Sa i përket onës ekonomike, nuk është kesh, po kështë s'pëtish me unë siguri s'ka. Siguri? Jo, E kom grëbet në herë? kam qenë veç mësafer. Veç mësafer. Po. Shtë me shku për gjithë sa ka morë menja, a veç shu vendin. Ja. Pse? Sa që na ikon krejtëri. Nuk është gjithë shka parja. Mbi gjitha është kënaësia shpirtërore. Shumë e bukur ke qetha. Faleminderit. Se njerëz që s'po bujnë për para. A mendon që u bu një interes gjithçka? Gjithçka. Gjithçka është interes. Për para ka pas fjallë, nder, tana sot që ka interes njerë, që s'ka interes, nuk e këthe kryt viteje. Rëgë se ka ndryshu koha, atëra u konë ma mira, ma keq, apo bëhet tash ma mirë? Për para ka qenë ma mirë. Ka pas në kështa fukarallak ma shumë me sene, po një konë ma të lidhë me zveti, një konë ma të ngasë me zveti, ka pas në familje, në institucion, shoqni, tana. Sot s'ka kërkun as familje, harmoni, as ka në institucione, drejtësia, s'ka kërkun iq. Rëgëm, aja e lot ti komandon t'i shpis. Tasha me të kalzu drejt? Drejt, kalza. Jo. Ku ko komandon të? Ma herët e ditë kështë komandon t'i shpis, sot jo. Qëre faleminderit për familjes, në atë kuptimin unë më respektojnë, adin, jam komandant në atë kuptimin, po jo, me thonë, unë që shtë edhe me preja, po kupta. E se s'është mos ishtu, atëherë vëlla konë edhe punë të ma miri kam pas. Po, atëherë konë gjithë, unë thash, atëherë, që sot e ki tana, po kënaqësi shpirtërore s'kim, o tranë. Apo kupta, për para ka pas fukaralla, ka pas shkomje, po ka pas kënaqësi shpirtërore. Tash po dolëm, asë një tradit shqiptare, një që me thonë, rruhet me fanatizm deri me sot s'ka. Unë para një 2 muj dite më ka vdek baba, që atë po me falënderit, po me të babës, thash unë e moj men si thmi, so plisbordi konë. Krejt në të rreth,
tek dy me plesken. Aden, s'ka asnjë traditë, nuk ekziston asnjë traditë që me thonë, sot asoj ditë e mbroj me fanatizëm që traditë e kemi, hale e mboj kështu. Si Që shqiptar. edhe traditat ja ka nisë me i hupa. Po s'ka traditë, asnjë, veç një thuma ti që kjo sot e kësoj ditë ruhet me fanatizëm, s'ka. E sa është dora për dorë, shukun atëherë, kanë imu njëri tjetrit, ja kanë qelë dirën e shtëpisë, tash po duhet me thirr në telefon, mi tregu, a me vetë, a bën as bën mardh. E vërtetë, shumë e vërtetë. Unë jam për një fshatit që tje, fshatit Skrob, unë e moj men si të mi, për shembull, u konë pa mësh me marrë mësafer, edhe më këthy pa i dhonë dreka ose darkë, ose së të vëlla veç gjithë në sofër, se s'ka. Qasë i kohë ka ardhë. Edhe unë e kam motrën këjshi që atë, që se duhen motrën, motrën ose motrën vlom, po i bi 10 herë që asaj ditjes, me kërë, su bjepet jo, që kom t'i shka kundra motrës, po është jeta dinamike, është... Dhe nuk po t'japet me hija, Jo, mrena, te motra. po, adin, dëgjysh, edhe kur shkam për shembull te motra, te doja, te dhonra, te se cili me telefon. Unë ndodhë për shembull i kam fëmin, e mi unë shkoj për para kur orë baba, na bërë që hina që u tonë ko merë baba. Tash për shembull hi mrena, e dalë se din se krejt në për telefona. E me lese baba këka. A më tregon pak te puna e hisës, arshigimisë. Po, A meritojnë edhe vajzat njëjtë si djemët, me qenë se tha ki motër? po, A do t'mja ndonë njëjtë si djemëve? unë moj, Hisën edhe qikës? po që, shiqa, unë jam mënona me kom pak si fetar, motra jam. Sa i përket onës fetare, thojnë dy hise i ka, më falë, dy hise i ka djali, në hise motra, po këpëta. Për shembull, pse motra, kur shkën të burri, që dënë me morë që atë 5 janë 2 vllazni një motër. Tash nuk i të kanë edhe motës sa 2 vllaznia, po këpëta. Pa e men gjysën e një vllavë. Sa di unë... Duke ti ma shumë e keni mës me lonë dhënurve, mës me hongër dhënurve. Jo, për ata, po për shembull aja bija që të shkon, për shembull vjen te baba, e man të pomen, shkon e merë, kthehet atë. Nuk jem nasi për shembull si shkiet kur shkon te burri, e merr pasionin me veti edhe mos nuk ka obligim familja ndaj qasoj bije. Si popull, s'po thëmë kretë, po shumica në mësu mos me i leo njëse vajzës ose veç pak, sa me bu adetin. Që unë i kam 3 vajza dhe një qikë. Sot me pas mundësi, unë jam doj si vajza, si djallit. Njëjtë e do. Njëjtë ja doj. Jo, në qashtu e doj. E të regom të ashtë i printit, a do të më rejtë me djallin e madh, a të vogël? E ta është barë, kush i respekton më shumë, kush adën, A nuk apo zakonisht, Zakona? zakonisht na shqiptarët, gjithë janë shku me të vogël.